Policia komunale ka nisur një aksion të zgjeruar për eliminimin e objekteve të ndërtuara pa leje në qytet, me qëllim vendosjen e rendit urbanistik dhe zbatimin e ligjit. Ky aksion vjen si pjesë e përpjekjeve për të parandaluar ndërtimet e paligjshme dhe për të garantuar një zhvillim të rregullt dhe të sigurt për të gjithë qytetarët. Kryeshefi i Policisë Komunale, Amir Mehmeti, tregoi mëgjersisht për hapat që janë ndërmarrë në terren, procedurat ligjore që i paraprin ndërhyrjes, si dhe paralajmërimet që u janë dhënë pronarëve të objekteve pa leje. Ai theksoi se aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim dhe se institucionet do të jenë të vendosura në zbatimin e ligjit, duke apeluar tek qytetarët që të respektojnë procedurat ligjore para çdo ndërtimi. Kështu ne kemi pasur nga Sekretariati i Përçeshjeve Komunale, kemi pas shkresën që gjatë muajve të kaluar kanë qenë shira, si keni edhe vetë të dini, keni pas përmbytje dhe ne kemi dalur në terren dhe kemi pa gjendjen gjatë kanalit që derdhet në Port Milen apo në Sallan, ku gjendet Teokovi. Aty kemi hjekur 3 ura, sepse kanë qenë të gadituna pa leje dhe jo me standarde si duhet të jenë. Dhe kemi menjuar një objekt, kemi thyer një objekt, ka qenë i bamur në mbi kanal, edhe ai pa leje dhe kemi ardhur te prishja e atij objektit. Pas këtyre kemi pas intervenim edhe në pjesën e shtojit, edhe në shtoj kemi hapur një kanal që derdhet dikon mas primaveret. Do thot në dy ura, në dy ata objekte, në 2 ura kemi pasur pronarët, njëri e ka thyer vetë gjatë kohës dhe ai tjetri është dash të ndihmojmë për thyrjen sepse nuk ka arrit të thyen kretat. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme sepse ka bërë deri te bllokimi dhe mos lëvizja ujit, mos ecja ujit sepse është bllokuar aty dhe aty kanë ngec uji sepse nuk ka ujë të derdhet në Port Milen. Në atë pjesë, do thotë që në atë pjesë që ka penguar ujinat nuk ka më, domethënë ai kanal është i pastruar nga shërbimi, nga sekretariati poshtë dhe tesh në atë materialin aty në urë thyme e kemi hjekur aty dhe është pastruar uji mundet të Port Milen pa pengesa. Mas këtij aksioni, Policia Komunale kemi bërë edhe në lirimin e një trotuari në Pinjesh dhe kemi bërë lirimin e terrenit sportiv në plazhin e madh, që tani e gëzon Otranti, domethënë komuna e Ulqinit. Atë kemi bërë mas këtyre ndërhyrje, pres tash edhe ditët e ardhshme, sipas të inspektorit të ndërtimtarisë në Lumin Buna, do të thehet dikun ka mesi i marsit, do të thehet dikun rreth 10 bajrak. Gjatë komunikacionit, domethënë tash me daljen e diellit, komunikacioni është rënduar pak, por ne jemi preparant domethënë edhe gjatë ditës edhe gjatë pas ditës, jemi në terren, Policia Komunale është të marrë masa dhe do bëjmë përpjekje që të mos mbihet edhe një bllokim i rrugëve. Në inspektori komunikacionit jemi të dalur sepse janë të lëvizur kamionat me tonazh të madhe, dikon në pjesën e Beterizit, dhe aty do t'i marrim masa sipas shenjave të komunikacionit në bashkëpunim me policinë e shtetit, sepse tonazhin e kamionit merr masa policia e shtetit, kurse ne jemi për licenca dhe për vendime.
Në përfundim, kryeshefi i Policisë Komunale Amir Mehmeti ritheksoi se ky aksion nuk ka për qëllim ndëshkimin, por vendosjen e rendit dhe respektimin e ligjit për interes të përbashkët. Ai nënvizoi se bashkëpunimi i qytetarëve është thelbësor për të parandaluar ndërtimet e paligjshme dhe për të siguruar një planifikim të qëndrueshëm urban. Sipas tij, vetëm përmes respektimit të procedurave ligjore dhe koordinimit me institucionet përkatëse mund të garantohet një zhvillim i rregullt, i sigurt dhe në përputhje me standardet për të mirën e të gjithë komunitetit.